hajde shofim 4 parime që dalin nga mosmarrveshja e madhe. Si u mor Jozefi me te? Si të merremi ne? Me këto mosmarrveshje që mund na lindin herë pas here. E para, Jozefi e pranoi që edhe ti e pranon, edhe të doja që edhe ti të pranoje, të parën është që, shiko, e ke ti në dorë. E ke ti në dorë, të falësh ose jo. Është në dorën tënde. Ja ta lexojmë vargun 19, edhe pse vargun 19 ngjan çik ndryshe. Jozefi u tha atyre, mos u tremni se mos jam unë në vend të Perëndis. Në fakt, e kishte Jozefi në dorë. Kishte të drejtë që të merrte hak. Por ai tha, nuk më takon mua të gjykoj edhe të marr hak. E ty të vjen thosh, po pse mor bun? Po pse mor Jozef? Po të erdhë rastin dorë më vëlla. Të erdhë rastin, e di çfarë, 13 vjet ke vujt për këtyre ti. 13 vjet ke vujtur, edhe të qiten, e di për sa qiten, për 20 monedha. Edhe hyra në ChatGPT, 20 monedha argjendi në kohën atëhershme, sa peshonin? Një monedhë peshonte 11 gram, her 20 monedha, 220 ca gram argjend. Edhe e pash, sa bën 1 gram argjend? 1 gram argjend bën 20-25 euro. Edhe bie e kanë shit për 5.000 euro. Shit e vllai për 5.000 euro? Për 5.000 euro. Me 5.000 euro asi golf dysh, nështë 4, qa golf më bash? Por ne i furgon, se janë 10 veta, janë 10 vlezër, do shkojnë të rrinë delet me furgon. Qa mund blesh me 5.000 euro? Qa loj furgoni? Se dia bletot. Se dia bletot, u këra nga 500 euro, kam ble skuter. Me 500 euro bledi skuter? Ose në i motor me bateri, me këto, e parasysh është, shiko, po e këthejnë shaka, por ishte shumë e rëndë. Gafa e tyre, i bëri që a i të vutë 13 vjetë, tani i ka në dorë më në fund, mund të hakmeret edhe thot, se mos jam unë vend Perëndis, që të mos ju fal juve. E di që kuptohet, shimi qik, duk shumë kuptohet që Perëndia ka qenë duke punu ke zemra Jozefit. Jozefi është bëri për ullur, Jozefi nuk po kërkon më të drejtën e ti. Pra, e pare, aje kuptoj, ti e kupton që shiko, e ke në dorë të falesh ose jo, por kupton që edhe kam dorë, edhe se kam dorë. Edhe jo çdo gjë është në dorën time. Nëse ti beson Perëndis, edhe kërkon që ai të fali ty, edhe i ke kërkuar të drejtojë jetën tënde dhe ti po maturohesh frymërisht, arrin në pikën e kam në dorë, po edhe se kam në dorë. E kam në dorë të fal, por nuk e kam në dorë të hakmerrem. Pra është sepse ti ja ke lënë Perëndis atë gjë. Edhe di si ndodh zakonisht kur ka një marrëdhënie të prishur, kush e ka fajin? Kur ti zihesh me mamën, me babin, kush e ka fajin? Ti? Jo, alla ato që s'kuptojnë. Gjithkohën e kanë fajin ai tjetri. Kur ti zihesh me kolegun, me shok, kush e ka fajin? Ato e kanë fajin. Gjithkohën duket se kur çdo lloj situate të ndodhi mosmarrveshjes, gjithmonë fajesh atje me ata. Por kur e shikon me qetësi, edhe shikon me nge, duket që e kam ndonjë çik faj kam. Si jam dhe unë pa faj fare. Si e tha Jezusi te Mateu 7. Hajde lexojmë Mateu 7. Pse shikon lëmishtën që është në syrin e vllait tënd dhe nuk shikon të traun e madh që është syrin tënd? Vargu 4, ose si mund i thush vllajt, dale të heq se të ka një qerpik të syu dhe kamberak mos ngulet të syu. Dale se të heq lëmishtën. Kur ti ke një tra veti se shëf dot. Vargu 5, o hipokrit, hiq më parë trau nga syrit, dhe pastaj shiko qartë për nxjerr lëmishtën nga syri i vllajt. E di çfarë kuptimi ka kjo? Është, shiko, merru me veten tënde së pari, që do të thotë, momenti që ne drejtojmë gishtin, pa dashje, 3 gishta nga e ndrejtu. 3 gishta e ke ti fajin. Kur them e ke ti fajin, që ndodh? 3 herë e kam unë fajin. Se i drejtove Irisa s'ke faj. Po, e kam unë fajin, 3 herë. Shiko, e vërteta është kur mendojmë pjesën tonë të parin, ore po pjesa ime fajt cila është. E di që do të nodh që do kesh më shumë empati për atë tjetrin. Dhe është më i ndjeshëm. Edhe do e kuptosh që
edhe ai njeri është. Gaboj unë, gabova ai, gabova ajo. Unë kam nevojë për mundësi të reja, do të jap dhe atij asaj mundësinë e re. Edhe e di çfarë, do doja shumë ta dëgjoni këtë pjesën. Jozefi nuk po priste që sjellja e vëllezërve të shëronte zemrën e tij. Jozefi nuk po priste që reagimi tyre mezi po ju pres, sepse kur të vini ju të më kërkoni falje, do më shërohet zemra. Nuk po e priste këtë gjë, nuk po e priste. Vetëm po më kërkon falje 3 herë, vetëm atë herë do bëjmë mirë. Kur të më kërkojnë falje, do kisha qef masillën dhe i komposto, do kisha qef masillën të më etni dhe i drek, sa ashtu do më shërohet zemra tamam. Shpesh kështu menojmë, por nuk është e vërtet. Menojmë që shiko, po më tha më fal, do më shërohet zemra. Po e pash me sytë e mi që është pendu, do më shërohet zemra. Ose po më tha diçka të pak në atëherë, do më shërohet, lëndimi do shërohet. Jo, nuk ndodh ashtu. Nuk ndodh ashtu. Vetëm Perëndia mund ta shërojë zemrën. Jo ai që të ka lëndu, vetëm Perëndia mund ta bëj. Nëse pret që sjellja e njerëzve do ta shërojë zemrën tënde, thjesht do vonosh procesin e shërimit të zemrës tënde. Sepse nuk vjen nga njerëzit. Zemrën e lënduar e shëron Perëndia. Kështu që lërja Perëndis procesin e shërimit. Vetëm ai mund ta shiko, bisedat me atë person janë për të rregulluar marrëdhënien, por dëmi që të është bërë në zemër, vetëm Perëndia mund ta shërojë. Hajde ta shohim si ndodhi ky proces të Jozefi. Shkojmë çik te kapitulli më herët, Zanafilla kapitulli 41, vargjet 51. Jozefi tha kështu. Jozefi u martua edhe e quajti të paralindrin e tij Manasi, sepse tha, Perëndia bëri që të harroj çdo shqetësim timin dhe tërë shtëpinë ati, duket që çfarë po ndodh? Duket qartë që po ndodh, Perëndia po shëron zemrën e tij. Akoma si ka taku vëllezërit, sepse po flasim për kapitullin 41, vëllezërit i takon kapitulli 50. Zoti po shëron zemrën e tij, ndërkohë që s'ka bërë fare, as i ka çuar mesazh në WhatsApp, as email, as i ka marrë fare, nuk ekzistonin këtë gjë, nuk i ka takuar fare. Perëndia është ai që shëron zemrën, edhe po e bën këtë gjë të jetë aty. Hajde shkojmë te vargu 52. Të dytit me 2 çuna. I vuri emrin Efraim sepse tha, Perëndia më ka bërë frutdhënës në vendin e pekullimit tim, edhe duket shumë qartë që Perëndia po e shëron zemrën e tij. Shiko, e di kush e prodhon këtë lloj qëndrimi edhe këtë lloj shërimi të zemrës tënde, e prodhon lutja edhe koha jote me Perëndin. Nuk e prodhon ai tjetri. Shiko, sa më shumë kalo kohë me Perëndin, aq më shumë zemra jote edhe karakteri jot do të ngjajë me Perëndin. Pse? Sepse do mësosh si t'ja lesh sfidat, lëndimet, hatërmetjet, si t'ja lesh ati edhe duke bërë karakterin e ti. Ti qa do bësh? Ti do mësosh të falish si që fal ai. Edhe kur të lutesh, e di si do të mësoja, do të nxisja të lutesh, lutëm me fjalët e Psalmit 139. Kush i di këto vargjet përmendsh? Psalmi 139 thot kështu: Imagjino se kur çdo lutje jonë në mëngjes ishte kështu. O Zot, më e to, Perëndi, edhe njihe zemrën time, më provo dhe njihi mendimet e mia, dhe shiko nëse ka tek unë në një rrugë të keqe. A di që të ndodhte? Ti do bëhesh si shpirt. Nëse ti çdo mëngjes i thu Zotit, Zot, ma heto zemrën, skut më skut, cep më cep, ma heto mendjen, shteg më shteg, edhe rrugët e mendimeve, mi heto ato. Edhe nëse ka në i gjë të keqe, pastroje dhe rregulloje, e di që të ndodhi. Ti do bëhesh si rush, ti do bëhesh si shpirt. Ti do bëhesh krejt si karakteri Perëndis. Edhe di që të ndodh, zemra do jetë e shëruar, mendja do jetë e qetë. Kush e sjell shërimin? E sjell Perëndia. Nuk vjen sepse ai njeriu të fali, apo të kërkojë 3 herë të fal, apo ul në gjujë dhe të puthi këmbët apo ju. Po egzagjeroj se s'ka kështu gjërash, po. Llafi që bie. A shiko.
Sepse psalmi tjetër, psalmi 34 thot kështu, Zoti është afër atyre që kanë zemrën e thyer. Që të thot, sa herë që zemra jonë është lënduar, Zoti është afër për ta shëruar, për ta shëruar. Ti e fton Perëndin në këtë gjë edhe ai shëron lëndimin tënd. Këto të dyja ndodhin në kohën e qetë. Edhe nuk ndodhin sepse pata të kafen e famshme me atë tjetrin. Shiko, është e nevojshme biseda, është e nevojshme për të rregulluar miqësinë edhe për ta çuar miqësinë në një farë pike të reja, por çfarë do gjë, por nuk ndodh shërimi. Ja si vazhdon historia e Jozefit. Shikoj çik, vështrosit ndërrohet perspektiva. Ty të ndërrohet perspektiva kur Zoti ta ka shëruar zemrën. Ja shive si ndërru perspektiva. Zanafilla kapitulli 50 vargu 20. Ai thot kështu: ky njeriu që ka vujt 13 vjet nga vlezrit, 13 vjet nga vlezrit, vetëm sepse Zoti ja kishte shëruar zemrën, ai mund të shifte gjërat ndryshe. Kishte një perspektivë të re. Hajde ta shohim. Ju tha, o çuna, a di se është mohabeti? Mohabeti është: ju keni kurdis të këqija kundër meje, edhe s'keni lënë zez pa bë kundër meje. Por Perëndia ka dashur që të shërbejë të mirës për të kryer atë që po ndodh sot, të mbas gjallë një popull të shumt. Edhe nga kjo del parimi i dytë, i sinqert. I sinqert. Jozefi ishte i sinqert me ato. Jozefi nuk tha, pajt më çuna se që e vogël ishte. 13 vjet shkuarat harruara. Në fakt, ua thot troç. E thot, çuna, ju keni kurdisat këqija, ju keni bo të zi të ullirit kanë vujt presh. Është e vërtet. Edhe di pse them këtë, sepse në rast mos marrëveshësh ndodhin dy ekstreme. Ekstremi i parë, njerëz të lënduar fillojnë të përtasin, ta tregojnë çefin ty dhe hapen dhe dritajnë ta marrë vesh dhe komshiu. Janë ekstremi i parë është zhurmë, shumë zhurmë. Ekstremi tjetër është mbyllen në vetvete. Pajtë se s'ka gjë se nuk ishe në gjë e madhe. Urtësia është në mes, thuaje të vërtetën, me dashuri, por thuaje më lëndove, më atë që the. Thuaje, si pas meje, kështu ndodhi. Kështu më bëre të ndihem. Unë ndihem kështu edhe kështu, për asaj që theti. Ndryshe do prodhoj mëkat. Ose do prodhoj mëkat zemërimi, e do bëhet potere madhe, ose do mbledh hidhërim zemra brenda vetes. Kështu që ji i sinqert. Fol në marrëdhëniet e tensionuara, fol me zemrëndor. Me vërtet më ke lënduar shumë. E nuk e them se kam ndërmend me të marr hak, po që kështu është e vërteta. Edhe ja, kalojmë tek parimi i tretë. Atë lexojmë vargun 20. Edhe i herë vargun 20. Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbejë së mirës për të kryer atë që po ndodh sot, të mbashgjallë një popull të shumt. Çka këndvështrimi. E di si mund kesh të lloj këndvështrimi nëse ti ke një besim të patundur. Një besim të patundur çfarë? Zoti është kontroll gjithsesi. Megjithëse ndodhi kjo, megjithëse po ndodh kjo marrëdhënie, ky tension, ky mosmarrëveshje, ky konflikt, ama e di që Zoti është kontroll, që ai do bëj një gjë të mirë nga kjo, do e bëj, se çfarë është nuk e di, por unë kam besimin e patundur që shiko, siç tha Jozefi, ju synuat për keq, Perëndia e ktheu për mirë, madje e di që si vazhdon historia, madje o vëllezër, unë do t'ju jap juve një vend shumë të mirë në Egjipt. Në qytetin Goshen. Goshen ishte një qytet kështu i begat, e di si ishte Gosheni, si Mizëqeja e Lushnjës. Edhe Jozefi tha, unë do t'ju jap juve gjithë Mizëqen, sepse u mërzit në njëri që ja falem atyre, ja. Edhe e di pse, sepse zia do të vazhdonte edhe disa vitet të tjera. Edhe që ju mos t'i vuni këtë gjëra që do vinë më pas. Unë ju fal juve një qytet të tërë. Edhe aty jetojnë izraelitët 400 vjet. Kujt ja merrte mendja që e keqja do kthehe për të mirë, po jo për të mirë, për një super të mirë, për një gjë shumë të mirë.
Ja ta lexojmë një varg që ti e di përmendsh, por e di vetëm në mendje ndonjëherë, nuk ka zbrit këtu. Hajde ta lexojmë Romakëve 8:28. Kush e di këtu? Këtu e dim gjithë. Hajde ta lexojmë. Ne e dim, këtu, e dim përmendsh. Se gjithë gjërat bashkë veprojnë për mirë për ata që duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Por, as bret këtu. A mund ta pranojmë kur të dhëmb? A mund ta pranosh kur ka mosmarrveshje? A mund ta pranosh kur ka tensione te familja, te puna, te njerëz? A mund ta pranosh? A mund të thuash, a mund të besosh që unë kam një lloj besimi të patundur që Perëndia është kontroll çdo lloj gjëje. Edhe kjo gjëja, kjo mosmarrveshja, ky tensioni, Perëndia do e kashtis, do e fusi, do e bëj pjesë të planit të tij. Edhe disi ngjan, në herë ngjan si puzzle. Kush i ka qef puzzle-at? Ka në njëri, a ka në foto me puzzle aty? Kush i ka qef të copat e vogla që bëhet një figurë madhe? Pas ka 2-3, Ada, pse se ngre dorën ti, Ada? Sepse Ada të shtëpia jon ngort për puzzle-a, po me i kush që puzzle-a do t'je me 2000 copë. Edhe kur më thot mu hajdim një ma. 2000 copë më s'marrë vesh ku lidhen, si lidhen, duket se atë cifrima të vogla që duhet lidhen bashkë me njëra tjetrën që të marrin të pamjen e bukur, edhe vetëm kur merr atë pamjen e madhe, kur ke bashkuar gjithë copëzat bashkë, prandaj janë këto të vogla që lidhen me njëra tjetrën qaf për qaf, që del kjo pamja. Po sikur të pranojmë çdo gjë. Sepse dim, Zoti është kontroll. Ati nuk i çmiku nga dora kjo situata, se patanis për Adën, po mbra këtej në Afrikë. S'ka gjë se dy sjellni gjotë mirë juve në Afrikë. Edhe kthej prapë te Ada. Ti thjesht beson, Perëndia është në kontroll. Edhe këtë gjë nuk ma heq kush nga mendja. Josefi tha, ju kur disët të këshia, Perëndia e ktheu për mirë, jo thjesht për mirë për një gjë të vogël, e futi në planin e tij të madh. Edhe është po sikur të besojmë që jeta jonë ndërtohet pjesë pas pjese, si puzzle-i. Disa nga ato gjërat e përditshme, po sikur t'i konsiderojmë pjesë. Kjo sot është një puzzle i vogël te kjo gjëja e madhe që quhet jetë. Edhe është nxitja ime, di çfarë do ishte? Nxitja ime do ishte gjeni një varg nga Bibla që t'jep forcë. Edhe ka po pas atij premtimi kur ke mosmarrveshje, tension apo çdo lloj situate. Ka sepse fjala e Perëndisë është e tillë, është e freskët, është fuqizuese, edhe të mëson,